socialiste pritet të ndryshoj kështu. Regjia, ju lutem tabelën tjetër. Pra ky është projekt ligji. Në nenin 242 në pikën 2 të ligjit numër kaq, datë kaq, të ndryshohet pas fjalëve të shtohet. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Shtohet fjalët presidentit të Republikës, avokatit të popullit, kryeministrit, zëvendëskryeministrit dhe ministrave, antarëve të gjykatës kushtetuese dhe kontrollit lartë të shtetit. Pra këta i bie që të jenë më të barabartë përballë ligjit se sa ata të punësuarit e tjerë në punësit e tjerë. Thelbi është që tani e tutje, kur të miratohet ky nen, nuk do të mundet që të pezullohet një nga këta titular apo të kërkohet pezullimi i funksioneve të një prej këtyre titularëve. Kjo është norma që vendoset. Dhe thash, duhet kuptuar konteksti ku gjendemi dhe pse propozohet një normë e tillë, e cila për hir vërtetës duhet sqaruar, as nuk cënon sistemin e drejtësisë, kurse si nuk cënon punën e SPAK-ut, vetëm hetimet, organeve. Ja zoti Koreshi, ja do të mbaroj zoti Shalci dhe më një do të japi fjalën. As hetimeve. Pra, është një Tel SPAK-u thotë kanë kërcënuar dëshmitarët. Mas e çuditshme, dakord, kështu tingëlloi, u përforcua pazakonshmëria me ardhjen direkt të kërkesës nga SPAK-u për heqjen e imunitetit parlamentar, që u bën në mënyrë shumë befasishme, çka na çoi në një, po themi, diskutim për të në një mënyrë ose një tjetër mbrojtur, pse jo, edhe funksionin e ministrave. Por ama, duhet theksuar, e ka theksuar kryeministri, e kemi theksuar ne, dhe kemi në gjithë historinë e këtyre viteve qeverisje, kemi dëshmuar dhe i kemi qëndruar një parimi që nuk mbrojmë askënd përpara. Zoti Koreshi, këtë nisëm të socialistëve do ta votoni dhe nëse po pse dhe nëse jo pse? Pas parë njerë, kjo është një fuq kushtetues, domethënë, kjo besëm me fjalë drejt për drejt, që nuk do votohet, që nuk diskutohet që është kundër, pavarësisht se këta i kanë vota dhe për dyshur të kodun 84 fatkeq. Së dyti për i thënë Shalcis nuk pengon kjo hetimet, po kjo këtë ka qëllim që pengon hetimet prish prova, sepse qendresa e një ministri i akuzuar për korrupsion madhor dhe që për cilën kërkohet arresti, i cili në momente që gjykata kushtetuese ka atë intervalin që pezullon duke marrë në shqyrtim kërkesën, pra marrë në shqyrtim kërkesën u duk sigur pranua pa dje, jo pranua për shqyrtim fillimisht nga gjykata kushtetuese dhe atë drejt ballukut kthehesh në detyrë. Dhe në momente që është në detyrë janë intimituar dëshmitarët dhe janë tentuar të prishen prova, gjë për cilën SPAK-u ka për zëvendësimin e masës sigurimit nga 242 në 238 atë të arrestit me burg ose në shtëpi, pra masën më të madhe.